ProLiq Podcast, unë mbështet nga Rikthehemi në ProLiq Podcast, ndryshe nga herët e tjera, kur kornizohemi brenda një ligji të caktuar apo parashikimeve që ky ligj bën, dhe përpiqemi të përcjellim informacion sa më të detajuar që juve ju vjen në ndihmë. Sot është një episod tërësisht i veçantë, së pari për mua, por edhe për personazhin që unë sot kam ftuar, dhe jo pa qëllim, këtë episod e kam quajtur Dimensioni juridik i Ornela Kullollit. Ornela, mirë se erdhe. Mirë se të gjej, Esmeralda, është shumë kënaqësi, vetëm për shkak të marrëdhënies që ne të dyja kemi. Jam shumë e lumtur që gjendem kështu ulur përballë teje, sepse të kam imagjinuar gjithmonë kështu në këtë rol. Do me thënë, për mua personalisht është emocionalisht e vështirë për ta zhvilluar këtë bisedë, por do përpiqem të jem sa më shumë vetvetja, larg realisht dimensionit tim juridik dhe shumë afër dimensionit tim njerëzor. Ornela, për të gjithë ju që nuk e dini, është dhe mikja ime ngushtë nga auditorët e juridikut dhe deri më sot. Ne të dyja kemi ecur së bashku sa afër edhe larg. Për shkak të largësisë që Ornela jeton në Turqi, konkretisht në Stamboll, por unë sot e kam thirrur mbi të gjitha si miken time, por dhe si njeriu që dua që audienca të njohi. Ornela Kullolli është një vajzë e cila ka përfunduar studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Juridik, dhe ka formim tërësisht juridik. Ka qenë nga ato studentet ekselente, mund ta them me bindje, që ka pasur një vullnet të hekurt për të bërë juristja e të ardhmes, gjyqtarja e të ardhmes, një rrugtim që Ornela, për arsye personale që preferoi t'i flasi vetë, e la për gjysmë. Pa pritur u gjenden në një vendim jete. Si ndryshoi jeta për ty nga ai moment? Më ktheve shumë pas në kohë. Shumë të reja kemi qenë, sigurisht 18 vjeçë atëherë kur nisi dhe universiteti. Ne të dyja vinim nga rrethet, edhe kjo e bëri lidhjen tonë edhe më të fortë. Kuptoheshim më mirë, her pas here ishim në të guackën tonë, por në përpjekje për ta bërë edhe Tiranën atë vendin tonë ku do të zhvillonim ëndrat. Juridiku, pasi unë vendosa që të studioja për drejtësi edhe që më doli e drejta e studimit, u bë, le të themi, e ardhmja ime që nga ai moment. Edhe u mundova shumë që si që kapim ne ndonjëherë, me thonjë të gjitha situatat, gjërat, leksionet, ato librat shumë voluminoz që na çudisnin dhe thoshim si do dalim me këto leksione, por në fund sërish e dilnim. Edhe, po, me shumë ëndra që të vazhdoja magjistraturën më pas, në një moment u gjenda në një situatë jetësore në të cilën ma donte e brendshmja ime një ndryshim. Isha në vitin e dytë të masterit, edhe bëja masterin, edhe punoja si juriste në një zyrë për mbarimi, edhe studioja për magjistraturë. Kisha nisur studimet edhe rihapjen e librave. Aq e ngarkuar edhe me një presion që duhet të zëvend në këtë qytet, duhet të zëvend edhe t'i bëj vend vetes këtu, sa ndoshta në një moment brenda vetes time kam kërkuar edhe që t'i lë të gjitha edhe thjesht të çlirohem nga gjitha ngarkesë që kisha në atë moment. Ma solli Zoti çlirimin në një formë që unë nuk e prisja, në formën e dashurisë në atë kohë, dhe ishte im shoq, i cili në atë kohë ishte thjesht një person me cilin unë shkëmbeja disa biseda, që më thotë dua të vi në Tiranë edhe të takoj ty, po do shoh Tiranën. Më saktë ai kishte në plan të më shihte mua. Edhe këtë histori ti e di shumë mirë se ne kemi qenë bashkë edhe në atë kohë. Një histori tërësisht personale, por që duke qenë se ti e iniciove për ta treguar, unë mund ta theksoj që jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë e njojës, le të themi, të ju të dyve. Unë të mora me vetes dhe thash që ai është një njeri i jashtëzakonshëm dhe i tillë ka ngelur, vetëm i rrit këto dimensionet e të qenit një njeri i jashtëzakonshëm, është një njeri akademik, jashtëzakonisht me një background që është për tu vlerësuar.
Dhe ndoshta kjo qasja e tij akademike tërësisht të bëri ty ta përqafoje atë si njeriu në jetës tënde. Ishte një moment që duhej të vendose diçka. Mua nuk mendoja që ishte e duhur të prisnim edhe sa vite edhe sa kohë më tepër në distanca janë dhe unë këtej. Pa mjetët e të dyve, ai është akademik prej 17 vitesh tashmë dhe unë kisha filluar me shpresën dhe me ëndrrën që mund ta vazhdoja. Dhe andej vendosa që unë të transferohem në Turqi, në Stamboll. Edhe kështu nisi largimi nga ajo ëndra e madhe që unë kisha krijuar, shumë e habitshme dhe shumë e papritur për të gjithë, sepse të gjithë më kishin vizualizuar si Ornelën avokate, në mos gjyqtare, patjetër avokate me zyrën e saj dhe ishte pak një zhgënjim për tërë ky largimi im në ato momente. Por ndoshta ishte ajo që kishte nevojë shpirti. Por jo për mua, mund ta them këtë që për mua personalisht, ajo që ti ke zgjedhur të bësh në jetë, edhe vetë rrugtimi personal i jot i tregoi që ti bëre zgjedhjen e duhur, krijove një dimension të ri të vetes tënde, për të cilin dua të më flasësh si u ndjeve kur u gjende si rezidente në Stamboll. Duke pasur të ngarkesën e madhe në Shqipëri, kur shkova atje, isha shumë rehat, sepse thjesht nuk doja të kuptoja gjë edhe nuk isha nevojën që të merresha me diçka. Dija thjesht pak fjalë nga gjuha turke, çok güzel, dhe kur më shihnin ata, thoshin, o sa e lezetshme, pra isha në këtë gjendje. Por kur kaluan ja 3 muaj, kuptova që unë kam bagazh, unë di të flas, unë kam studiuar, unë mund të shpreh mendimet e mia dhe mu desh patjetër të filloja të mësoja gjuhën turke. Dhe e mësova lehtë, por sa i përket karrierës më duhej që jam një njeri që sado e dua ndryshimin, dua edhe arritjen, pra më duhej të bëja diçka. Nuk është se unë shkova në Turqi me idenë që unë thjesht do qëndroj në shtëpi. Madje mbaj mend një episod shumë emocionues që dua ta ndaj me ty, kur kam shkuar në aeroport edhe hipa në aeroplan, hipa në shkallët e aeroplanit edhe u ktheva kështu nga pas dhe thash unë po iki si juriste e thjesht, por do kthehem si një grua shumë e rëndësishme. Pa ditur asnjë gjë se si mund të kthehesha unë në Shqipëri, por vetëm me dëshirën edhe ndoshta me dëshirën e zjarrt që të mbushja atë zhgënjimin e vogël që mundesha ti kisha dhënë edhe familjarëve të mi, sepse të gjithë thanë në fund, ike edhe ti, u bëre emigrante. Dhe nuk prite shumë, me insistimin dhe vullnetin që të karakterizon, ti krijove ëndra të reja edhe më të mëdha akoma. Në fillim më duhej të gjeja veten. Pra, kam punuar si përkthyese, kam punuar si mësuese e gjuhës angleze, kam hyrë për 2 vite afërsisht kam punuar si e tillë. Dhe pash provova, dhe kur e mendon ndonjëherë dhe kthehesh në vegjëli kam pasur një ëndër të vogël bëhesha mësuese, e provova atë si gjë. E improvizove, le të themi. Pastaj lindi i mbir dhe pas lindjes së tij, ndjeva që as juridiku nuk ishte ajo që doja të bëja në ato momente, as mësimdhënia, por erdhën ca sfida që vinë për gjithë me mësim. Si erdhën? Unë e di si erdhën, por audienca nuk e di. Si erdhën këto sfidat e reja që të krijuan ty dimensionin tënd të ri? Unë kisha nevojë nga ana emocionale edhe nga ana profesionale që të bëja diçka, që të dëgjohesha, që të flisja. Ëndra ime përpara juridikut, përse juridiku është një punë me perspektivë, siç e thon shpesh prindrit tan. Pra, kur je në profilin shoqëror, siç ne ndahemi në gjimnaz, o të shkosh tek profili shkencor që ka më shumë zgjedhje, ose tek socialet që është juridiku, psikologjia, sociologjia dhe nuk është se të jep shumë zgjedhje. Por para kësaj unë kam pas shumë dëshirë të isha përpara kamerave. Edhe kur djali im bëri 4 muaj dhe filluan problemet e para me gjumin, unë fillova të gjeja zgjidhje për problemet që më dilnin, për vështirësitë. Edhe mësoja, gjeja zgjidhjen për veten time, qoftë edhe për gjithëdhënien, qoftë edhe për gjumin, dhe desha që t'i ndaja këto. Tashmë në turqisht, edhe në një hapësirë turke, nuk i ndaja dot sepse kisha mangësi në gjuhën. Nuk ishte rrënja ime në fund të ditës.
vendosa të hap një hapësirë time në Instagram ku flisja për ato këshilla që unë kisha marrë nga mjekët atje ose për ato zgjidhje që unë gjeja në lidhje me gjumin e bebit tim. E së shpejti, shumë shpejt pas kësaj, një gjë e re për nënat të flisje për gjumin, koncepte shumë të reja sepse ishim mësuar nga prindrit tanë që gjumi është ashtu o fle o s'fle. O i ka ngjarë të jëmës o i ka ngjarë të atit. Gjumi tradicional. Po, dhe unë solla iden e re që bebat mund të mësojmë të flenë më mirë në mbrëmje, të kenë gjume më të lehta, edhe të kenë një shëndet më të mirë. Kështu nisi, thjesht si një dëshirë për të shprehur, asnjë gjë më e madhe se kaq. Brenda meje, patjetër doja të bëhesha e tisha dikush, po nga kaq pak nisi. Duke qenë se ti pjesën tënde juridike e ke bërë karakteriale, edhe nga aty unë jam e sigurt që u frymëzove të merrje nisma të mëdha. U gjende përballë faktit që do krijoje brandin tënd personal. Po. Një nana, i cili sot është realisht shumë i famshëm dhe e njohin të gjithë, nuk besoj që ka nga audienca jonë që nuk njohin brandin që ti krijove. Si nisi insistimi jot për të shkuar te kompanitë e mëdha dhe për t'ju kërkuar atyre marrëveshje ekskluziviteti për të prodhuar për ty? Një nëna u hap si fillim si një gjë e vogël kur unë kisha djalin rreth 6 muajsh dhe përdoreja disa biberona të cilët futeshin frutat brenda dhe ai i shtypte dhe i hante. Në Shqipëri nuk ishte dhe doja shumë te Silja. I solla në fillim kështu me poston shqiptare dhe pastaj gjëja po fillonte të rritej. Dhe ishte e nevojshme që edhe unë të rritesha bashkë me to. Një nëna është një emër që unë e kam krijuar me shumë dashuri, që vjen nga ninullat edhe nga nëna, dhe e kam e mbaj mend edhe momentin se kur e kam krijuar dhe thjesht e përsërisja në shtëpi në mënyrë melodioze se sa bukur do të tingëllonte kjo në veshin e nënave dhe sa shumë do ta kishin të dashur atë emër. Lindi nevoja për të krijuar një produkt për një nana dhe kjo më shtyu mua të shkoja drejt këtyre kompanive shumë të ndaja pa pasur asnjë gjë në dorë. Pra, unë kur kam krijuar thesin e parë të gjumit, sepse unë kur vija në Shqipëri, djalin e mbuloja me 4 batanie dhe në një natë djalin e gjeta të mbuluar deri tek pjesa e hundës, që ishte shumë e rrezikshme. Nga ajo natë i thash ti me mëje, do t'i heqim këto, do t'i bëjmë thes gjumi. Morëm një organ, e qepëm dhe ja bëm si thes gjumi. Dhe mendoja, çfarë bëjnë nënat e tjera që janë në Shqipëri dhe që fëmijët kanë ftohtë gjatë natës, duhet ose t'i mbulojnë me batanie dhe të kenë gjithmonë merakun, u zbulua, i vajti batania mbi fytyrën, ose duhet një produkt. Thaset e gjumit që ishin në treg në Shqipëri ishin shumë të hollë, të krijuar për tregun evropian, që kanë shtëpi të ngrohta, jo për tregun shqiptar. Dhe kështu me një ëndër të madhe e vizatova. E dija si e doja. Pash sigurisht brende të tjera dhe dola me një letër në dorë dhe kërkoja një kompani të madhe. Kërkova shumë, pyeta shumë, më dhanë vetëm një kontakt dhe e mbaj mend si sot se sa pak profesionale që isha, sepse i thosha në telefon, shiko, bëje rumbullake atë pjesën poshtë dhe zinxhirin dua ta përshkruaja, shpjegoja, e thoshte më sill skicat e produktit nga hapi parë tek i fundit, dizajnet të punuara me radhë dhe nuk e di se çfarë force ka qenë ajo që unë kam shkuar deri tek produkti final, është dashur fiks 8 muaj që unë ta prodhoja, edhe pse duhet më pak për një produkt, por më mësoi rrugën. Edhe mësova rrugën pasaj edhe të gjërave ligjore që duhet të ndjek në Turqi, siç ishin transporte, logjistika, pra faturat, fakti që atje duhet prihej një faturë dhe duhet kishim një kompani këtu që të tërhiqni mallrat, eksporti, importi. Këto gjëra u bën më familjare për mua. Kur Ornela u gjend në Stamboll, procedurat e lejeve të qëndrimit, eksperienca jote personale, në qoftë se do duhet ta konkretizoje procedurën ligjore për t'i ardhur në ndihmë sadopak të gjitha atyre shqiptarëve që për X arsye shkojnë në shtetin turk. Cila ka qenë? Unë kam shkuar në Turqi si shkak i një lidhje martesore. Pra kem bërë celebrimet dhe normalisht lejen e qëndrimit do të aplikoja për shkak të martesës. Ishte më e thjesht kanë procedurat e tyre dhe një listë të gjatë, një formular me një listë të gjatë dokumentash që duhet plotësosh, duke nisur që nga viza aktive që duhet kesh, vendi ku banon, edhe faturat e dritave ndonjëherë.
Është një proces që me thënë të drejtën i takon e gjithë merita tim shoqi që çdo herë e ka bërë edhe unë thjesht e shihja teksa ose më thoshte hajde se në këtë datë kemi për të bërë kemi përshkuar tek zyrat për të bërë aplikimin. Mbaj mend që aplikimi bëhej online, më pas na thrisnin në zyrë për të bërë intervistë dhe shkonte aplikimi zjaste në kohë të ndryshme në varësi të fluksit, sepse Turqia në një farë periudhe kishte një fluks shumë të madh emigrantësh që e bënte pak të vështirë më shumë pritjen, sepse nuk kisha merakull se do ma jepnin apo jo, nuk para kishte raste që të ndanin në këtë familjet në këtë formë, thjesht më mend që leja e qëndrimit të parë ka qenë 6 muaj, pastaj u bë 1 vit, pastaj u bë 3 vite, edhe është një leje qëndrimi në kur shkon për shkak të martesës e kam më të thjeshtë. E di dhe kam folur me shumë vajza që janë atje për shkak të punës dhe ju duhet ta rinovojnë më shpesh, ja u japin lejet pak më të shkurtra edhe kam pak të presionin e këtyre procedurave. Ornela, duke qenë se ti je modeli i çdo ëndre që merr jetë. Faleminderit. Dua të ndaloj pak në një pyetje sado pak reflektuese për ty si individ. A e mendon që ta ushtrosh profesionin juristes në shtetin turk? Apo të rikthehesh në Shqipëri? Në fillim, kur po mendoja se çfarë mund të bëja unë atje, ishte edhe si opsion të ekuivalentoja dokumentat e përfundimit të studimeve këtu, atje, unë këtu kam mbaruar edhe masterin shkencor, por nuk ndodhi në një farë forme, ose nuk e ndjeja, ose e ndjeja të vështirë, dhe unë nuk e kam bërë këtë ekuivalentim të dokumentave atje, por tani e mendoj që ta kem e diplomën e fakultetit, siç është këtu e fakultetit të drejtësisë, ta kem edhe atje të një universiteti. Do të më duhet të marr disa leksione më tepër. Ndoshta tashmë që nuk e kam atë urgjencën që të kem patjetër një punë, do ta bëj më me terezi dhe do ta shijoj pak më shumë procesin. A do më kthej mua kjo tek profesioni? Nuk e di. E di që është mirë ta kem, por nuk jam gati të bëhem shumë serioze. Nuk e gati të bëhesh shumë serioze. Yeah. Do të rish më shumë afër njerëzve që janë më njerëzor, le ta themi, ndoshta profesionalisht ne vishemi nga petku i njeriu të serioz, dhe unë prandaj e theksova që është pak e vështirë të qëndroj tek këto kornizat njerëzore sepse profesioni ti imponon të rish i rënd. Çfarë do t'ju thojë ti të rinjve në këtë aspekt? Ka diçka që dua ta theksoj. Ndoshta kur them nuk dua të bëhem serioze, mund të jetë edhe një justifikim që mund t'ja nxjerr vetes. Pse? Sepse u bë 10 vite që unë jam larg. Pra, nëse ti ke 10 vite eksperiencë, unë kam mungesën e 10 viteve eksperiencë në profesion. Dhe kjo krijon një hapësirë shumë të madhe dhe ndoshta edhe një pasiguri që të rikthehesh edhe ta nisësh nga fillimi. Fal Zotit, nuk kam nevojën urgjente për ta bërë këtë gjë, po kjo hapësira e gjatë është duket, pra ndjehet. Ndonjëherë kur na qëllon në punë që të na duhet diçka, ndonjë ndihmë në lidhje me ligjin, kërkoj ndihmë, sepse ka gjëra që edhe i kam harruar ose që nuk janë më siç kanë qenë, ose që sepse ti e di, ne në shkollë nuk është se bëjmë shumë praktik, jemi më shumë te teoria dhe praktikën e mësojmë kur futemi në punë. Çfarë do të thoja të rinjve? Unë mendoj që rrugtimi i jetës nuk ka pse të jetë gjithmonë njësoj. Dhe e besoj këtë gjë, besoj tek ndryshimet. Nëse në një periudhë të jetës zemra të drejton drejt një gjëje, mendoj që duhet ta ndjekësh. Sepse më pas kupton nëse ishte e dur apo jo. Dhe më mirë të kuptosh është e dur apo jo, se sa të ngelet pishman dhe të mendosh ajo ishte e dur dhe unë se kapa. Mund të mos jetë fare për ty, por të paktën e provove. Këtë përpiqem të bëj. Prandaj nuk them asnjëherë jo, as për kthimin në juridik, as për kthimin në Shqipëri, sepse nëse në zemrën time më lind vërtet dëshira që unë të kontriboj në këtë profesion, do ta bëj, do ndjek zemrën. Si e ke sot objektivin për Shqipërinë dhe si e shikon ti veten në raport me zhvillimin që Shqipëria ka pësuar? Po tani vi pak më tepër si turista, unë, kështu që më pëlqen. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, kam patjetër edhe aktivitetet në lidhje me gjënëre që kam krijuar, mëmsinë, bebat. Shijoj ushqimet shumë kur vi, shoh që ka ndryshime, e bisedojmë ndonjëherë edhe me tim shoq që thotë kur kam ardhur për herë të parë para 10 vitesh dhe sot, Shqipëria ka ndryshuar shumë.
Flas edhe me miqtë e mi që jetojnë këtu, një ndërtaje edhe ti, hasni çdo ditë edhe sfida edhe vështirësi, që mendoj që mund të rregullohen pa shumë mundime, me zbatimet ligjit, se unë e di që ligjet janë, i kam lexuar unë të gjitha, po me zbatimet ligjit, kam besim që do të bëhet një vend më i mirë. Por mund të ecë edhe me ritme pak më të shpejta, sepse jemi pranë Europës, jemi në Europë, por jemi pranë vendeve që kanë një zhvillim dhe rregulla shumë të admirueshme edhe nga shqiptarët. Kemi shumë shqiptarë që jetojnë sot në Gjermani, në Zvicër, dhe i pëlqejnë ato rregullat atje. Do të thotë që edhe këtu mund vendosim ca rregulla, t'i zbatojmë ca rregulla që të na i bëjnë jetën edhe më të lehtë. Duke nisur që nga bashkëtesa në një apartament e pas në lagje edhe në makro tek zbatimi i rregullave. Ornela, unë jam shumë krenare për ty. Edhe unë për ty. Mund ta them që ashtu siç e parashikova, ky episod i ka të gjitha ngjyrat. Vazhdoj ta theksoj që janë disa njerëz në jetë që ne i takojmë rishtazi për arsye nga më të ndryshme, por ne ishte fakulteti ai që na bashkoi dhe që pavarësisht dimensioneve që këta njerëz marrin, takimet emocionale ngelen gjithmonë të njëjta. Të falenderoj që je pjesë e jetës time, që erdhe në ProLiq dhe dua që sa më shumë njerëz ta dëgjojnë këtë podcast për të kuptuar edhe këtë përmas tënden. Falenderoj shumë, është shumë kënaqësi. Edhe unë jam shumë krenare për ty. Të shkon shumë e gjithë kjo që ke bërë dhe të përgëzoj shumë, sepse pas një gjëje ndoshta të shkurtër që mund të duket atje, është një punë shumë e madhe. Të kam vlerësuar që nga dita e parë që jemi takuar, sepse ajo grinta, ajo nxitimi që ti ke për t'i bërë gjërat edhe për t'i arritur gjërat, është ende këtu, është ende me ty dhe kjo është gjë shumë e bukur dhe më vjen mirë që e ke ruajtur këtë gjë. Jam shumë e lumtur që isha këtu. Ju ftoj të na ndiqni në episodet e radhës të ProLiq Podcast. Të vazhdoni të na bëni subscribe në kanalin ton zyrtar me të njëjtin emër, ProLiq Podcast, dhe në të gjitha rrjetet tona sociale.